Në fakt, pjesa e artistave lokal, ideja ka qenë e jetë miri që mos me u përfshi, sepse tash në këtë kohë kanë edhe koncertet e tyne, edhe janë prezent kudo në për klabe. Po ashtu, ka vendosë fakt jetë miri gjithë shka, se unë jam veç në pjesën tjetër, ka vendosë që me qenë vetëm këta, është DJ Daxi Pihemi, Ilgosi, Azeti, Gimsi edhe Moradi. Po është për 2 ditë, po me ndoj që është mjaftueshëm dhe s'kemi në arsye tjetër që pse s'kan me qenë të tjerët e kështu me radhë, po ideja ka qenë jetë mire që me i pas prezent vetëm këta. Ka qenë stresi, ka qenë kosto, po folë që edhe meritonin Olben edhe juve shumicën ju kom meq, shumicën për këtune, ma kanë lecu, nashta 90% për i. Problemi kryesor është në pjesën e datave që aranjohen. Zakonisht në këtë sezon, shifrat janë shumë të nalta dhe në Francë, e po ashtu për Moradin ka qenë edhe në Gjermani e në vendet tjera. Mas pari sfida kryesore është data me marrë për me pas prezent. Pastaj janë kërkesat e tyne cilat përfshihen me private jet ose na vendosim me pagu për pjesën e tillë të një ekipit një numër caktuar. Pastaj ata kërkojnë gjatë kohës ndoshta me rrit ekipin edhe me thonë që unë vim me kaq dhe ndonjëherë kalohen ato kërkesat dhe aty është problemi më i madh. Më i madh i problemi është shifra që rritën, ndërkohë edhe pse merresh vesh për një diçka të caktuar dhe pjesa e datës. Ditën e parë me 5 kemi Morad dhe Azet, dhe atër do t'jenë edhe DJs, pastaj me 6 është Mater Gyms si headliner dhe DJ Gimio. E mia edhe një lutje që i kisha bo, se tu e pas parasysh edhe për punë trafiku, kisha pas një lutje që kena me mundësua njerëzit edhe me transport të autobusave dhe me taksi, që kom me konë edhe ma e letë, muj me tonë. E çfarë numri i njerëzve po vritet me qenë aty? Momental deri në 5-6.000 tiketa janë vezot. Edhe deri në 8.500-9.000 është kapaciteti. A mujt me bleti? Po mrena 2 dite i bjen 18-20.000 me bolloverin me qarkullim 2 ditor. Se biletat janë për 2 dit valide. Komunat mos me ahup respektin, na ka ofru të shërbime, për kështu qa Mërë pare bëllat ka herë zë shërbime. Për sponsora kështu s'ja kom sy. Shive, unë e po të me dalë një temë që është shumë mirë që e bani pyetjen, unë e po jam i drejt për drejt. Si pas informacioneve dhe pjesës tjetër që e ku marrë në budun, është ta me konë shumë i sigurt. Unë kom një respekt veçantë për kryetarin e Prishtinës për Parim Ramën, po për Parim Rama po e shoh që e ka quve mendin në një koncert tjetër që s'po du me i bo marketing edhe reklam, ku ka vazhdu prej që unë jam shumë pro, për shkak se edhe pjesa tjetër koncerti ka vite që e bën, po buxhetet kryesore dhe ndihmën më të madhe ja ka dhënë gjithmonë koncertit tjetër për disa arsye, po pa ka rëndësi ajo pjesë. E jona është që me i kërku edhe zotri Parim Ramës edhe kryeministrit Albin Kurti që më në mbështet, nuk po flasim veç neve, do kërkonim që me mbështet ma shumë. Nuk jemi që s'jemi të knaqën, mos t'jemi që shtojna buk për më, sepse të ndihmon, me policinë, me diçka tjetër, po me në ndihmu si urlisë, o edhe me sponsora, o edhe me në i budget të caktum, sepse është për të mirën e vendit, po mos drejtohemi veç të një koncert specifik, se ka më shumë se aq. E din që unë jam një prej njerëzve që mas shumë t'i kum kallzu respekt, si në opinion publik, si privat, për mediat edhe janë të parë që kanë pas prioritet, si për me pas begja, si për tiketa me ju respektu, e sigurisht që kanë me qenë, mos thëmë po deri në 50 figura publike që kanë tavolina dhe të VIP, po jem pro edhe me orë dhe me pse mos me intervistu ose me marrë diçka për James Morad, se që shëcej ki meritoni tash jënë figurat të rëndësishme europiane, po jënë të pru edhe njerëz
francez, gjerman, që nuk janë këtu, që o mirë për vendin tonë, edhe janë për figurave që i kanë do më thonë ndikimin e madh që shoqërojnë me njerëzit figurat më të rëndësishëm botërore, si Mbappé, si Yamal, për derisa gjimsin e pret edhe presidenti Macron në zyrën e tij e shoqënohet me to, tash për mua është një kënaqësi që ku ma rrit mirë puç ata figura në vendin tonë. Sinqerisht, në momentin që ma ka prezentu si ide e të miri, ma është bërë qefi shumë, ka përqy shumë si ide, kam prezentu dhe një festival ma përpara dhe ka shku shumë mirë, kështu që e pres me pa durim. Veç jena hala në ty kry detajet e fundit për organizimin, por do dalin shumë mirë, do dalin diqa shumë e bukur. Se kritika ma e madhja që e kom pas, për klube, për kolegëve, më kanë thonë qysh për merë një artist, po del në papuqe po i mund krejt artist atyre, se me papuqe u dalë me performu. E kur e kom po që ju në këty ka 2000 vetë jashtë, e kom po një matematik të letë, pëse mos me pas një koncert. Edhe prap e kom klube, edhe si vjetë, se janë një edhe rëndësin që e ka se i ka foncat e vetë. Gjdo njoni qëtu ka foncat vetë që e njekin. Edhe unë menoj që për qëtë arsye, prap kom vendos. Se edhe vitin tjetër, unë prap e kom edhe si për tur që e voj, gjdo vetë.